Mirë se vini në episodin e radhës në intimitet. Unë jam Marseli dhe ju përshëndes. Ndërsa unë jam Denila dhe ju uroj mirëseardhje në episodin ton të tretë. Po vazhdojmë serin ton për 4 kalorësit e apokalipsit sipas Dr. John Gottman. Këta 4 kalorës përfaqësojnë 4 mënyra shkatërruese komunikimi që sipas studimeve parashikojnë fundin e një marrëdhënieje. Dhe sot kemi për të folur për kalorësin më të frikshëm nga të gjithë, për përbuzjen. Ajo që Gottman e quajnë helm për dashurinë. Imagjinoni një çift që nuk po bërtet, nuk po dhunon fizikisht njëri tjetrin, por çdo fjali është një thumb. Çdo batut është një nënçmim. Ata qeshin, por ajo qeshje nuk është e butë, është therse. Kjo është dinamika e George dhe Martha në filmin Who's Afraid of Virginia Woolf, apo Kush ka frikë nga Virginia Woolf. Është një martesë që nuk po shkatërrohet nga zdënkët, por nga përbuzja. Sepse përbuzja nuk është thjesht frikë, ajo është sulm ndaj vlerës së tjetrit. Është ti nuk vlen, jo kjo që bëre më lëndoj. E ndoshta ajo që e bën të dhimbshme është se shumë prej nesh e kemi parë këtë ose e kemi bërë pa e kuptuar fare. Sepse përbuzja nuk fillon me urrëtie. E shpesh fillon me zhgënjim të pashprehur, me nevoje të pambuluara, me lëndime që nuk janë folur. Tani le të kalojmë pak minuta për të shpjeguar se çfarë është përbuzja. Përbuzja nuk është thjesht kritik. Është kur sheh veten si më të mirë se partneri dhe e shfaq këtë me fjalë ose gjeste poshtëruese. Kjo vjen nga një pozicion superioriteti dhe e bën tjetrin të ndihet inferior. Mund të marrë formën e gjuhës verbale ose jo verbale, e cila mund të përfshijë sarkazëm, tallje dhe gjeste të fytyrës. Shpesh partnerët nuk janë të vetëdijshëm për atë që thonë ose bëjnë, veçanërisht për gjestet përçmuese, si për shembull rrotullimi i syve ose të qeshurat, që shkaktuan zemërimin e partnerit të tyre. Qoft me fjalë apo me sjellje, përçmimi e përshkallëzon situatën e konfliktit. Nuk bëhet me fjalë për çështjen që filloi debatin, por për një sulm ndaj vlerës së një personi. Pothuajse si të thuash, ti je i parëndësishëm. Hulumtimi i Dr. John Gottman zbuloi 4 modele konflikti antagoniste ndaj stabilitetit martesor: kritika, përbuzja, mbrojtja dhe barriera në komunikim. Një proces konflikti tregoi se emocionet parsorë, siç janë zemërimi, trishtimi, shqetësimi, çonin te 4 kalorësit kur shpërfilleshin ose përballeshin negativisht. Te çiftet, përbuzja ishte modeli më shkatërrues nga të gjithë. Okej, po pse përbuzja është kaq më e rrezikshme se themi për shembull kritika që diskutuam në episodin paraardhës apo mbrojtja? Sepse dukshëm shkatëron respekt. Studimet e Gottman tregojnë që përbuzja është parashikuesi më i fortë i ndarjes. Kur një partner sillet si më i zgjuar, se tjetri, ose më i mirë se tjetri ndihet i pavlerësuar dhe kur respekti bie, dashuria fillon të shuhet. Pra është si një acid që gryen ngadalë çdo lidhje emocionale. Një nga gjetjet e hulumtimit të Dr. Gottman, ku mendoj se duhet të ndalojmë, tregon se ka dallime midis marrëdhënieve të lumtura dhe të pakënaqura në modelin e konfliktit. Në mënyrë specifike, gratë e pakënaqura u vunë re se ishin persona që shfaqnin më shumë emocione negative dhe burrat e pakënaqur preferonin ndërveprimin jo emocional. Në çiftet e pakënaqur, gratë shfaqin më shumë përbuzje, mbrojtje dhe kritika. Në krahasim, burrat e pakënaqur shfaqnin përbuzje, mbrojtje dhe kundërshtim. Një tjetër koncept që u vure nga studimi ishte shkëputja emocionale. Me kalimin e kohës, çiftet e pakënaqura u shkëputën emocionalisht dhe filluan jetë paralele. Ndërsa çiftet e pakënaqura që shfaqnin 4 kalorësit kishin tendencë të divorcoheshin mesatarisht brenda 6 vitesh, çiftet e shkëputur emocionalisht që shmangnin konfliktin divorcoheshin brenda 16 vitesh. Do ishin me interes dhe për ata që na dëgjojnë për ta thjeshtëzuar pak këtë gjë që kur kemi një shkëputje emocionale në marrëdhënie, pra është ideja që ajo marrëdhënia vazhdon sa për me kaluar radhën, sa për me kaluar radhën, por në fakt është një marrëdhënie që tashmë ja thjesht 2 trupa që rrinë me njëri tjetrin, por që nuk kanë asnjë lloj ndërveprimi. Lidhje emocionale. Nuk kanë asnjë lloj lidhje të sinqertë njëri me tjetrin. Pra është diçka, domethënë është një gjellë ftohtë, i themi ne andaj nga anë tona. Është këmban alarmi. E the mirë, është i këmban alarmi për marrëdhëniet. Dhe duhet pasur shumë kujdes në momentin ku shikojmë që shkëputja emocionale po ndodh brenda marrëdhënies tonë, duhet kërkojmë ndihmë. Është e vërtetë sepse, në momentin e parë që dëgjon informacionin, mendon të gjithë çiftet që po themi vuanin nga 4 kalorësit e apokalipsit në raport me sjelljen e tyre,
kishin tendencën, thamë, që të divorcoheshin brenda 6 vitesh, ndërsa ata që kishin shkëputjen emocionale në 16 vite. 16 mund të jetë pak më i gjatë, por nuk është tregues i shëndetit të marrëdhënies. Pra, nëse ne flasim për jetë paralele në një marrëdhënie, marrëdhënia praktikisht ka vdekur. Kështu që duhet reagojmë sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të kërkojmë ndihmë. Në këtë sesion do të flasim se si ta njohim përbuzjen. Një test i thjeshtë. Mendoni me veten tuaj. A e përdorni shpesh sarkazmën? A e rrotulloni syt kur flet partneri? A e ulni vlerën e tij me fraza të tilla si ti gjithmonë apo ti kur? Unë kam veten ndonjëherë duke përdorur sarkazëm. Edhe kjo në rastin tim mund të jetë dhe smundje profesionale, pasi unë kam punuar me satirën për 10 vite. Por ndonjëherë mendoj se është humor. Okej. Si e dalloj kur kalon kufirin? Po, ka një pyetje që mund të bëjmë në këtë rast. Mund të pyesim veten, apo e them këtë gjë për t'u argëtuar të dy, apo që unë të ndihem më i zgjuar se ajo. Nëse është kjo e dyta, është përbuzje. Mirë, e kuptoj, por çfarë bëjmë kur përbuzja ka hyrë tashmë mes nesh? Ka një mënyrë si fillojnë konfliktet. Gottman e shuan startup, apo mënyra si e hapim një bisedë që është e vështirë. Nëse ne e fillojmë me sulm, me kritik apo me përbuzje, zakonisht marrim mbrojtje nga personi tjetër ose kundër sulm. Edhe konflikti fillon të përshkallëzohet. Por nëse e zbusim fillimin, pra duke filluar të flasim për ndjenjat, nevojat tona, gjërat ndryshojnë. Për shembull, duke thënë se bezdisem edhe ndihem keq kur veprimet e mia korrigjohen vazhdimisht. Ajo që më duhet është vlerësimi dhe besimi yt. Kjo funksionon shumë herë më mirë në vend të përbuzjes edhe kritikës dhe do t'i mundsonte partnerit tjetër të kuptonte më mirë edhe shqetësimin që kemi dhe të kishte më shumë dëmshuri. Vlerësim dhe dashuri pra, një mbizotërim i ndjenjave pozitive është si të kesh një mbulesë të ngrohtë kur ditët janë të ftohta. Çiftet që investojnë pozitivisht në orë pa konflikte të marrëdhënies duke ndarë admirim dhe mirënjohje, kanë tendencë të mirëkuptojnë emocionet negative të partnerit në kohë konflikti. Megjithatë duket sikur kemi në depo, le të themi, pikërisht ato elementë që na duhen për ta kanalizuar konfliktin në rrugën e duhur. Në momentin që kemi ndërtuar pozitivisht kur nuk kemi pasur konflikt në mesin ton, kemi një shasje tjetër pastaj ndaj modelit të konfliktit. Pra nuk janë emocionet dhe konfliktet negative, por qëndrimi larg 4 kalorzve dhe investimi pozitiv me dashuri që bën shumë për të dalluar çiftet e lumtura nga ato të palumturat. Pra si mund ta ndryshoj përbuzjen time? Mund të mos jeni të vetëdijshëm se si po veproni ose flisni nga përbuzja. Pra jeni i përpir nga përbuzja në të momente sa nuk jeni fare vetëdijshëm se si jeni duke folur, se si jeni duke vepruar, dhe shpesh mund të duket sikur jeni të sinqert. Ndërkohë, që është më e keq akoma. Mund t'i duket personit. Ai ndërkohë është duke shprehur përbuzje, por ndërkohë edhe më keq akoma, ai duket vetë sigurisht i sinqert. Në këtë studim, të cilin e kemi marrë për bazë në këtë podcast, përbuzja është konsideruar si acidi sulfurik për dashurinë. Pra është më shkatruesi nga të 4 kalorësit, gjë që zakonisht është e dukshme për personin që përballet me përbuzjen. Le të jemi të qartë, përbuzja ekstreme, e cila gjithmonë përfshin neveri dhe armiqësi brenda, është një formë e dhunës emocionale. Edhe nëse dëshironi që të krijoni një ide më të mirë për këtë, shembulli klasik, ne përmendëm pak në fillim të podcastit, është Kush ka frikë nga Virginia Woolf. Janë aktorët Elizabeth Taylor dhe Richard Burton që janë protagonistët e këtij filmi. Në këtë film nuk derdhet gjak i vërtet, por do të dëshmoni shkatërrimin e shpirtit njerëzor përballë përbuzjes therse. Zakonisht personi që bën këtë lloj abuzimi e di saktësisht se çfarë po bën dhe nuk ka ndërmend të ndalet. Pra, e përdor përbuzjen si një formë bizotrimi, një mënyrë dominimi. Por këtu po trajtojmë një formë shumë më delikate të përbuzjes, që është shumë e zakonshme midis çifteve, të cilën Dr. Gottman e ka hasur shpesh në punën e tij. Dhe kjo përbuzje mund të zhduket sepse personi që e bën nuk është i përkushtuar ndaj përbuzjes, siç është abuzuesi emocional. Pra, në një farë mënyrë ai nuk e di tamam se çfarë po bën. Pikërisht. Kur përbuzja e pushton personi kujton që ka të drejtë, është i sinqert dhe vazhdon me të tjerë dhe nuk e vëre këtë gjendje të ngarkuar. Dua të them gjendje e ngarkuar, e cila tashmë thjesht mendoni se sa shumë peshon tek personi tjetër. Tek personi tjetër.
Përbuzja që po përshkruaj këtu është shpesh e padukshme për personin që e hedh atë. Ka disa mënyra për ta shprehur këtë përbuzjen më delikate, që përmendëm, dhe një mënyrë që mund ta bëjmë zakonisht është kur fitojmë terren më të lartë moral. Për shembull, në rastin kur I themi partnerit ton, unë nuk do ta bëj asnjëherë këtë me ty. Ky krahasim të vendos menjëherë si mbi partnerin ton. Të duket vetja superior ndaj partnerit. Po, të duket vetja si më I rritur, më I pjekur, e thjesht më mirë. Një version që ndihmon është të thuash, po si do të dukej sikur të ta bëja unë këtë gjë? Përbuzja ndonjëherë nxitet nga dëshpërimi. Është një përpjekje për t'i thënë partnerit tuaj, unë po mbroj veten time. Kjo tingëllon e shëndetshme. Ju po shprehni nevojat tuaja apo jo? Por, për fat të keq, me përbuzjen ndodh diçka tjetër. Unë po mbroj veten time kundër teje. Po. Në këtë rast, partneri nuk është I dashuri juaj dhe nuk po punoni për një çështje. Partneri juaj është armiku që duhet rrëzuar. Ti shpreh përbuzje ndaj të dashurës tënde apo të dashurit tënd sepse beson që po të trajton me mungesë respekti. Dhe nëse pranon këtë lloj trajtimi, atëherë të duket se po heq dorë nga integriteti yt. Dhe si një ushtar I izoluar në luftë, je vetëm duke u kujdesur për veten. Kështu që është më mirë të kundërsulmosh. Ushtari në këtë rast ndihet justifikuar të shëllojë. Ata rrallë mendojnë për personin që po shëllojnë. Ti ndihesh justifikuar që ke nevojë të mbrohesh. Për më tepër, njerëzit që shprehin përbuzje I thonë vetes se thjesht po thonë të vërtetën. Ironikisht, shprehja e ndjenjave të sinqerta është gjëja e fundit, siç do ta shohim më vonë. Është vendosmëria për të qenë I sinqert që e bën të pranueshme të shpërthej me përbuzje, pasi unë thjesht po e them ashtu siç është. E megjithatë, kur shoh dhimbjen dhe zemërimin në sytë e partnerit tim apo partneres sime, e di thellë brenda vetes se nuk po sillem me integritetin që dëshiroj të kem. Si përfundova në luftë me të dashurën time. Edhe nëse përpiqesh të mos e thuash, përbuzja do dalë në pa. Në rastin kur ti hesh, të duket se po tregon respekt për partnerin tënd, por të mbash dhimbjen brenda, do të thotë në fakt të helmosh veten. Heshtja e theksuar, buzët e mbledhura, ato sy që rrotullohen që tham edhe pak më lart. Nëse po mendon në mënyrë përbuzëse, atëherë ajo patjetër do ta gjejë rrugën për të dalë në pa. Pra, si e ndaloni përbuzjen? Sepse thamë që nuk është se thjesht mund ta shtypim ato, ajo gjithsesi do gjejë rrugën e saj për të dalë. Me çfarë atëherë mund ta zëvendësojmë? Gottman fillimisht inkurajoi krijimin e një atmosfere vlerësimi, por kjo është gjëja më e vështirë për të bërë kur jemi në një gjendje përbuzjeje. Të përpiqesh thjesht të bësh të kundërtën, për shembull të përpiqesh të vlerësosh dikë, ndërkohë që gjendesh në atë situatë, të bën të ndihesh përsëri I rrem. Dhe fuqia e përbuzjes është pikërisht që të jep atë ndjesinë sikur po tregohesh I sinqert në fakt. Gottman e kuptoi se duhet të ketë një rrugë që të çon në një kulturë vlerësimi dhe kjo duke shprehur ndjenjat dhe dëshirat e tua. Njerëzit që shfaqin përbuzje mendojnë se po shprehin emocionet, por nuk janë duke bërë këtë. Ata sigurisht po ndjejnë emocione, por përbuzja është shprehje e gjykimesh negative, të cilat partneri juaj do t'i urrejë. Pra, antidoti kryesor ndaj përbuzjes është shprehja e ndjenjave dhe e dëshirave të tua dhe shprehja e tyre mirë. Kush mund të jetë shembulli I përbuzjes dhe antidoti I saj? Ja, diçka që unë mund t'i them Deniles kur jam duke e pritur dhe ju burra tu më kuptoni shumë mirë kur bëhet fjalë për të pritur gratë. Si ka mundësi o njeri që gjithmonë do të vonohesh? Si nuk ndryshove, or nuk ke për të ndryshuar asnjëherë? Edhe një shembull tjetër do të ishte. E di që vonesa jote macaron, si tani për shembull. Nuk kam nevojë që ti të jesh perfekte, por është e vështirë për mua të rri duke të pritur. A nuk mendon se është koha për të marrë pak me këtë problem? Një situatë tjetër mund të jetë për shembull si kjo. Akoma bëj përsërit këtë? Ka ndodhur 6 vjet më përpara, po e përmend përsëri. Po pse nuk shkon te një terapist më mirë? Dhe antidoti? Ndjej në fakt që më mungon diçka. Ndihem në siklet. Sa herë që hapet kjo bisedë, më kujtohet një plagë e vjetër që patjetër dua të shërohet, por nuk jam e sigurt se si. Po ty pse të erdhi në mendje pikërisht tani? A mendon se ka diçka që duhet të flasim në lidhje me këtë? Pra, vini re se çfarë përfshin ato antitodat që përmendëm pak më përpara. Ka një deklaratë të qartë të asaj gjëje që unë ndjej. Jam e zemëruar, e trishtuar, jam e vetmuar apo jam e friksuar. Dhe shpesh kombinohet me çfarë? Me një kërkesë apo një dëshirë që ke. Do të doja që, edhe idealisht, një ftesë. Pra, çfarë mendon ti? A mund të flasim për këtë? Sa po të kuptojmë se bëhet fjalë për përbuzje, bëhet edhe e mundur njëkohësisht
për ta shuar zjarrin e saj më herë, sepse tani jemi të përqendruar në shprehjen e asaj që po ndodh vërtet me ju, dhe ky është integritet. Dhe e treta, nëse e ndjeni që po vjen përbuzja, ndaloni pak, merrni frym dhe vazhdoni më vonë. Pra, diçka për të theksuar është: ushqej një kulturë mirënjohje çdo ditë, në vend që të ushqesh një kulturë për çmimi. Përbuzja është ndoshta kalorësi më i rrezikshëm. Çelësi është të jesh i vetëdijshëm dhe mirënjohës. Ne jemi në fund të programit dhe do t'ju lëm me disa pyetje që besojmë se ndihmojnë në reflektim. Këto janë disa pyetje reflektuese për të gjithë ju që na dëgjoni. Kur ishte hera e fundit që e përdora sarkazmën ose ironinë me partnerin tim? A ishte në formë shakaje apo për ta nënvlerësuar atë? A ka momente kur unë e kam ulur vlerën e partnerit tim pa e kuptuar? Cilat janë ato gjërat e vogla që mund ta kenë lënduar? Cilat janë 3 gjëra që vlerësoj tek partneri im, por nuk ja them shpesh? A mund t'ja them sot? Nëse marrëdhënia ime do të kishte një kulturë më të fortë mirënjohjeje, si do të dukej ajo? Më shumë falënderime, më pak tallje, apo më shumë respekt në tonin e zërit? Faleminderit që ishit me ne sot. Nëse ju dhe partneri juaj po kaloni vështirësi dhe keni nevojë për dikë që t'ju dëgjojë, jemi këtu për ju. Mund të kontaktoni në rrjetet tona sociale, në intimitet, na gjeni në Facebook dhe në Instagram. Dhe do të lidhemi me ju sa më shpejt që t'jetë e mundur. Në episodin tjetër do të flasim për një tjetër kalorës, mbrojtjen. Deri atëherë, kujtoni, çdo fjalë, edhe gjest që zgjidhni, ose ushqen dashurinë, ose e kryen atë.